Ish deputeti Myslim Murrizi ka reaguar ashpër ndaj mbrojtësve të gjyqtares Irena Gjoka, pasi prokuroria e përgjithshme u shpreh se vendimi i dënimit të saj në Greqi ishte autentik dhe se rezultatet e verifikimit të gjyqtares janë dërguar në KLG për miratim. Një nga mbrojtësit e gjyqtares Irena Gjoka është edhe Ylli Manjani, njeriu i cili e filloi politikën si socialist, përfundoi me LSI-n e Metës, u bë ministër i Ramës, më pas ishte armik i tij dhe tani që është arrestuar Veliaj, është kthyer në një armik të drejtësisë, i luftës ndaj krimit dhe korrupsionit, madje del edhe në raportet e lobimeve të Veliajt dhe vëllait të tij, Arbër Veliaj. Sipas Manjanit, shteti duhet ta mbrojë Irena Gjokën, por Murrizi shprehet se i vjen për të vjell kur lexon të tilla komente. Sipas Murrizit, Manjani ndoshta e mbron Gjokën se ka probleme vetë me Spakun dhe është bërë pis në tender si ai i byzylykëve të burgjeve. Kur shoh e lexoj komente të disa ish-ministrave të drejtësisë kokra hajdutësh, që thonë shteti duhet ta mbrojë Irenën me që është kokra e mashtrueses, më vjen për të vjell. Ndoshta e nga halli se kanë vetë probleme me Spakun, se janë të bërë pis në tender si ai i byzylykëve të burgjeve, ose nga përgjimi që ju është bërë me një antar të gjykatës kushtetuese për zbardhjen e vendimit të kësaj gjykate për telefonat Enkro dhe Sky. Dhe tani duan ta mbrojnë një mashtruese ordinere, shkruan Murrizi në rrjetin social Facebook.